I kthehemi tani temës më aktuale dhe të shumë përfolur që nga dita e djeshme, siç e dini, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj Fatmir Shehollit duke e ngarkuar me 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Sipas aktakuzës, Sheholli dyshohet se ka bashkëpunuar me Agjencinë e Sigurisë dhe Informacionit të Serbisë BIA, duke mbledhur dhe përcjell informacione e materiale që lidhen me institucionet politike dhe sigurinë e Kosovës. Prokuroria pretendon po ashtu se ai ka qenë i përfshirë në një plan për ndërhyrjen e procesit zgjedhor të 12 tetorit në fakt të vitit 2025, ndërsa në një rast tjetër akuzohet se ka shantazhuar një person për më shumë se me 13.000 euro prap. Në aktakuzë thuhet se Sheholli ishte rekrutuar nga BIA dhe raportonte te Bojan Dimić, zyrtar i lartë i shërbimit serb. Sipas prokurorisë, ai përmes telefonit i ka përcjell Dimićit informacione dhe dokumente për zhvillimet politike, gjendjen e sigurisë dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës. Kemi shumë për të folur, por fillimisht ndalemi me Berishën që e kemi këtu në studio. Berisha, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Intervistat me Berishën gjithmonë janë të gjata, janë me tensione dhe me deklarata të forta, jam i bindur që kështu do të jesh edhe sot. Berisha, një koment hyrës të parë për këtë, sepse kemi më pas video, kemi fotografi dhe shumë çka për cilën do të flasim. Po, ndoshta është keq që po them në studion tuaj, në televizionin tuaj, sepse kam vlerësim të lartë. Por në përgjithësi përshkon mediat, në veçanti këto çfarë po thonë këto portale që janë krijuar edhe politike nga që shërbejnë kauzave politika të caktuara, partive të caktuara, dhe është një lloj jo korrektësie në prezantimin shumë herë të zhvillimeve politike brenda institucionale kudo që ndodhin ato. Prandaj kur e them këtë, asocioj me një herë. Po për çfarë keni fjalën konkretisht? Në përgjithësi për temën që po keni ngritur ju. Okay. Se tani, shife, u bë një bum medial për një dokument që ekziston dhe qarkullon edhe tek ne si kemi qenë Komision për Siguri dhe Mbrojtje në parlament, që e kemi shfaqur edhe në seancat parlamentit, në kuvend, dhe që s'është marrë asnjëherë media me të. Po, vetëm është ndryshe, tani Prokuroria Speciale, dokument zyrtar. Prokurori, e njëjta çështje, i njëjti person dhe i njëjti problem. Kemi korrekt, unë flas çfarë ka ndodhur, po flas se çfarë do të konstatoj gjykata. Sa është çështje tjetër. Për shembull, kthehemi në seancën kur ishte çështja e debatit rreth statutit të Zajednicës, asociacionit. Po, Zajednicës shumë diskutuar. Ju kujtohet zhvillimet në seancë. Dalja aty dhe tallja me deputetët. More me mu s'po dënë me nënshkru marrëveshje me juve, po ku ta di une. A thu pse me mu jo, po kom dëshirë. Dhe një moment mu shkoj pak në nerva. Dhe në fëltore, ja bëra të ditur edhe pretendimet e Leptirit, se ky dokument nuk ka i sotëm. Leptiri ka emën, bjemen, ka referent dokumenti, që atë botë shumë nga media, me së ndryshëm jënë mundu me relativizu. Mirë pa kishte referencë zyrtare. Dhe ju ishte shqetësim. Tu e ke fjalën për Kurtin, që i drejtuar ati me... Për Kurtin dhe këtë farë spionin që të Shehollin. Dhe tash, unë dola në fëlture, nuk e kisha dertin e këtyne llojeve të spionazhit, sepse nuk është fahu jam, unë jam ushtarak dhe se më interesojnë shumë këto zhvillimet e spionazhit. Kjo kategori që merren me këto tema, ke pasi e njohin se cilin me emër, me mbiemër, kur, çka si, nëna kishte roj dhe ishte shqetësues. Dhe tani, në fëlturën e kuvendit, pse tash janë jo korrekte media? Në fëlturën e kuvendit, unë dola, ndër të tjera që kisha me i thonë rreth statutit të Zajednisë, që të mos pranohet, që ti rikthehemi atij që ishte në nënshkruar vitin 13 të kish kalu filtrat kushtetuese, dhe krijova një perceptim bazë ti dokumenti, se Kurti duhet të jetë i shantazhuar. Pse i shantazhuar? Edhe unë kam kaluar në përduar të policisë serbisë. Jam marrë shumë herë, më kanë marrë deri 1 natës, kanë përdorur torturën nga më të ndryshmet. Po ju flas pak si hapur. Më kanë thonë heq pantallonat, kanë dashur me më kastru në tavolinë. E di çka bëhet në tortura. Dhe më shkoi mendja se në bazë të dokumenti tash që u bën famshëm tash, është këtu që ndoshta 10-15 vjet, Kurti mund të ketë kaluar tortura të ndryshme. Dhe tortura që parashikojnë dokumenti është zhburnimi. Pra, ky Far Leptiri ishte punëtori i UDBA-s në atë kohë, që u dërgua gjëja i burgosur, dhe si i burgosur ta kryente këtë lloj shantazhi dhe ta abuzonte pastaj me Kurtin. Dhe unë shumë njerëzisht, duke u preokupuar... Çfarë ke thënë? Po, çfarë ke thënë? Duke u preokupuar për çështjen e statutit të kësaj Zajednice, e cila po shndrohet në autonomi territoriale dhe politike, e cila po hedh poshtë këtë sakrificën tonë
për një Kosovë të shliruar me 20 qershor 99, me kufi që ju vendosën dogonat e vitin 11 dhe që po shtrihet pushteti dal nga dal kuptohet, duke negociuar nga dal me Serbinë, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ngutën në proces. E dinë ata momentin kur detyrohet Serbia me kërku jo me liru veriu mos marr më me organe paralele, po edhe në Serbi i thonë me përmisu situatën e shqiptarëve në Kosovë Lindore. Dhe i thash, zoti kryeministër, taksativisht, mos u shantazhonin nga torturat në burgje. Ne kemi mirë kuptim, sepse nuk je fajtor pëse të kanë ndodhur torturat në burgje. Unë tregova deri ku kanë shku të unë. Fatmirësisht s'ka ndodhur ajo, po sot diti isha njëri steril. Pra, mos u shantazho. Dhe ai si duket u prek. Unë u bazova në çet letra. Regjia, na ktheni tek letra më këtë në fillim që ishte. Pse do të lexojmë? Dhe u dolin aty, unë e pa, se jam në rreshtin e parë se dikush ja tregoi një fotografi. Një fotografi që e kishte bërë një person që në momentit kur e ka bërë me mua se kom njoh fare. S'po të marrë tu, as se kom njoh kush është. Dhe e zgjati dorën kështu, do më përshëndes, do bash luftarët mi. A ka qenë Fatmirë Sheholli? Dale, se unë tuaj po dale. Do më përshëndet do luftarët mi që pas ka takuar Drenas duke rregulluar dhomën. Regjia na ndihmon edhe me foton. E zgjat dorën, a mund ta bëjmë një mirë me gjes, a mund ta bëjmë një foto mi përshëndet, thash, hajt bani. Kur e zgjati dorën. Kjo është? Po, kur e zgjati kështu dorën, unë mendova se është mërgjimtar, po tregoj drejt. Se vetëm mërgjimtarët e bajnë shqiponin. Po thoni që nuk e keni njohur Shehollin atë. Dhe pastaj një ditë tjetër, të radhës tjetër, më pyet një miku im që mund t'ja them edhe emrin, Bekim Gjeci, e kam pa po aty. Tha a ditë ku shkon çaj, thash jo. Tha është filoni, thash oh. E pastaj kom ditë dhe Albin Kurti tash, dëgjoni mirë këtë. U shërbi me këtë foto dhe mediat në vend të fokusohen tek problemi që sot po del në skenë në prokurorinë gjykatat botë, u fokusuan tek fotografia shantazhueshme që është bërë rastisht. Veç ndalen pak. Ajo është bërë shumë shantazh me këtë fotografi? Qendra teknologjisë informative që ka ndërtuar lëvizja vetëvendosje, ku ka investuar prej 26 milion euro. Dhe përdoret për shantazh, degradim, polarizim, propagandë, gjitha këto të këqija që ka bërë ky vendi dhe mbulohet me ata kinezë që janë aty të Facebookut. Po ka njëri që ka shpërndar një ditë në media 90 komente mbrenda një Po, Berisha, për të analizuar pak, se ka shumë, prandaj ju thatë që është fotografi të cilën e keni bërë rastësisht, nuk e keni njohur Shehollin. Nëse i bëjmë një analizë, po. Serios, në mëngjes, po përgatitesha me shku në seancë. Se nuk po duket shumë këtë rastësi, pije të porositura. Ndalë veç pak. Ndalë veç pak, që e sërojmë. Oke, sërojmë. Edhe në cilin vit ka qenë. Shive, e keni pat marshin të pirapi Kosharës në herë? Kryet ushtërisë? Në cilin vit? Në cilin vit? Në, kur është liru Kosova. Jo, kjo ka qenë, në foto jam. Sekund, tregoj ta ilustroj kon. Kur kam rapi Kosharës me krejt forca, me armë dorë. E dini ju, po flas me armë luftës. E dini cilin njeri e kam takuar të parën e kam përshëndetur ne? Njeriu që ka qenë me forcat speciale të Serbisë, kur e kanë marrë babën tem të lidhur për blinit katunit në fshat, me krejt katunin, me kallzu, a ka marrë dhune halan në shkaj, se isha rekomanduar nga ministri i mbrojtjes. Njeriu të parë që e kom dhonë dorën, mas ata e kom marrë vesh atë sekondi, se i pa ditë o këndryshe, po kum ka tregu baba mas në ngjarje që janë zhvillu pas luftës, më tha filoni ka qenë me forcat speciale të Serbisë. Unë është njeriu i parë që e kom përshëndet, sepse as s'kom ditë kush është ai. A shpjegoj pak fotografi? Që unë tregoj, unë kam qenë ulë, ty përgatit me shkunë sonë. Mirë me ngjes, ai na është edhe prezantuar. Mirë me ngjes. A mundem ul pak dhe u tha po. Kam qenë Drenas tha mi rregullu dhamt, të një mik i veti. Tha i takova do luftar, ishin luftar tut. Ju tregova se janë javë. Edhe tha mi paguën dhamt. Mi në 1.300 euro. Tha mi kanë pagu dhamt. Mua mu qesh, po të tregoj të pse mu qesh. Se mund se disha tash kush është. Mendova si mërgjimtar ky, se i bar pa gjak edhe mërgjimtar janë zakonisht këtu. Thash me si, mu qesh se i kisha mi vendos 3 pionte të mijat. Dhe pas problemin e njëjtë. 1.500 thash ata më pas pagu mu se ty. Dhe ky, a bëni boj foto mi përshëndetje. E zgjati Shqiponien, e pash që është mërgjimtar, se këtë e bëjnë mërgjimtar, te kanë madhim. E boni dhe ja u çoj aty në folje me ta iku. Tek ma vonë ulur njëjtë, ma sa më tregoj ai shoku jam se kush është. Kush ka qenë? Por tha, më fal, tha bën ulë dhe tha, tu kom prezantuj dhe thash tash e kom marrë vesh. Tha unë jam filoni, tha. Edhe mu kesh, të tregoj drejt mu kesh, tha, adin, po jo tha unë kom punu në udbe, dhe mu merr me qesh, çu po guxon më kallzu. Por sta merr pak me pe marazit mbrëmshëm. Tha, jo tha juve që një kon Trugovës nuk ju të ultna se ju të vroni. Tek vani është. Edhe vazhdoj me kallzu. Kom punu, tha, sa kam qenë në udbe, përmes Shaban me Hans për Qikun, që janë informativit Kosovë dhe Rrugovën. Kam qenë rekrutuar në Shik,
në komitet, ku është objekti i komitetit, i ka pas zyrë qiku notën nga Elmire Shica. Kom qenë këshilltar të thoqi. E kam tha një institut sot, që ma i financojnë Amerikanët, dhe ka Selim Mitrovice në Beograd, në Shkupe, ku dati në Tiran, dhe këshilloj tha presidenten, e këshilloj dhe kryeministin, kam qenë tha dhe në zyrën e ti. E kom taku kryeministin nga ukun, dhe une të tregoj drejt... Të gjitha u thanë këtu? Të gjitha këtu u thanë këtu? Por, ndëgja. Tha, e kom taku, tha... Qëfar është aje? Qëfar përshërim? Se s'po ma qëtë me zonë. Që ndoshta nuk e kam pas kapacitetin institucionet me verifikuat person, sepse po të ishte verifikuar nuk ma Armenia që kishte deportuar në zyrën e kryeministrit. Ai ka qenë... Bravo, dëgjone çfarë sa shqetësu se kjo, se ka qenë i pa verifikuar. Na do tash veç pak. Duroj i grim. Patjetër që duroj. Jo, nuk ka, shife se kjo është ka bërë proces gjyqësor, dhe këtu s'ka më manipulim. Tash është mirë që po, se unë edhe në kulturë kom thonë ditë. Po e thoni këtë që ka arritur të hyjë edhe deri në presidencë, edhe ky është arsyetimi i konjunktës. Problemi është tek deklarata e tij në folturën e kuvendit. E lutë zotin Berisha, mos rri me Fatmir Shehullin. Okej, regjia, shkoj me këtë video, se e kemi. Shkoj me këtë video edhe do ta dëgjojmë këtë pjesën kur Kurti i drejtohet Hysem Berishës. Po. Jo, e kemi këtu. Për regjia, na lëshonim videon, të lutem. Go. Veç mos rri me Fatmir Shehullin. Unë nuk e kuptoj deputeti Hysem Berisha qysh në orën e 8 të diskutimit ju vini me fjalim të shkruar prej qëllimit. Kjo do thotë që nuk është diskutim. Dhe gjitha këto akuza që mi bët mua, unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë, se keni bërë akuza shumë të rënda. Unë mund t'ju përgjigjem vetëm një gjë këtyre akuza e truja. Ju mund të ndihmoni shtetin e Kosovës dhe unë kam një kërkesë për juve. Mos e tako Fatmir Shehullin. Veç mos rri me Fatmir Shehullin, bashkëpunëtorin e Serbisë. Po të nasko... Po ju dëgjojmë. A tha, këtë djali nga uku tha, nuk e kem ditë kush s'ka qenë identifikuar. Po, ka qenë më herët kjo deklaratë, para kësaj. Ja, s'është e vërtet. Kjo është vërtet. Ka dole ti. Kjo është tash. Dja, për dja. Qitu shka tha Albini? A tha Albini që ka është punëtori. Punëtori i Serbisë, a tha. Që këtë qitu, a për rëngës tash. Në bazë deklaratës Albinit. Albini o taku me ta prapë. Kurse unë në foltore, ju i një jo korrekt ashti, se u dash me qitë. Jo, nuk kemi gjithë në rrjetet sociale. Kjo vite po qarkullon, Berisha. Fokuson e aton. Qitë në qatë skenën atje që bishone. Ha, mirë. Këtu jem ka i thëmë. Këtu jem ka i thëmë. Çdo vendim që e keni marrë Ajo është, dhe se së mërënësi, të interpreteve. Ajo është qytetari liri i Kosovës, dhe ju mund të arrestoni, sepse ai nuk është prej qësaj ditaj. Qka po pretendoni? Qka po pretendoni me gjitha këto? Jo korrekcia është, se para se me më thonë e mu kështu, unë i kom thonë, mos u shantazho për shkak tortura në burg. Tortura të cilat letra që në ka orë dhe antarët Komisionit Sigurisë, dhe kishte qenë e publikuar nga që Fatmir Shehullin në media në atko, se din cilin media, aj parotla, aj tjetër, po dikun po. Pra, unë jam shqetësu për arsyen se ajo letër dëshmonte se ky është abuzu, zhburnu nga Leptiri dhe abuzohet edhe shantazhohet sot në procesin politik. Shkojmë te Leptiri, te faqja ju lutem regjia. Po, çka po pretendoni? Berisha, çka po pretendoni? Po pretendoj. Me gjitha këto. Se kur e kam ngritë shqetësimin unë, nuk e kam akuzu, se ky po ka akuzu, s'kam akuzu. Unë i kam sugjeru, misisht mos u shantazho. Dhe kjo ka pas të bëj pikrisht me këtë që kishim pa në letër. Dhe ka pas të bëj me faktin se ish kryeministri, i cili është informuar në baza ditore sipas nevojës nga AKI-ja dhe shërbimet e 5 vetëve të Kujtit, Ramush Haradinaj, i thot në foltorën e kuvendit, se je bashkëpunëtori i Serbisë dhe Rusisë, dhe kur ja thot në ish kryeministër, fjala ka pesh për prokurorin, unë kam prit, se unë isha një fillim në parlament. Kur ka folë Ramush Haradinaj, unë kam thonë, ta rvish këtë hinë prokuroria, blokon, i merë dytë, se këtë dëllu i tha hajnë e këvjellës, diçka i tha, ta rvish këtë hinë prokuroria, e si një që. Berisha, e vërtet që në kuvend janë të deklarata shumë të forta, ndër vite, në cilat... Po, te dokumenti, jo, do të jemi të qartë, se ju gjithë kanë mundur ta lexojnë. Jo, mos ma bën relativizimin e fjalëve të kuvendit. Jo, po, në kuvend, individ të ndryshëm, deputat të ndryshëm kanë bërë deklarata akuzat të forta vazhdimisht. Ju lutem, kur ka bën një foto, me cilën ky, i ka mbulu krejt media, kjo mundu me mbulu vetën,
Me mu, unë asë që kom Kush e dikur ka për postuar sajt. atë foto? Aty ja dërgoj dikush se kom pa me sy ku ja dërgun me telefon. Po në rrjetet sociale, kush e ka Po postuar? vetë kanë zgjedhur që ky shpioni kur ja u ka qu shokëve Sheholli thoni që e ka me këtë palë do. Ky me siguri se s'ka pas kur tjetër e çet. Ajo kon me telefon vetë ka po fotografin. Por ky është shërby me atë foto dhe tregon se është këtë thot. Se unë asë që kom ditë kur është bërë foto se kushtaj. Kurse ky e ka prit në zyrë dhe ka bisedu me te, tu e ditë se kush është. Glauku po gën njenë, po mundohet me embulu, për shkak një kredibiliteti që pretendon që ka më të madh, se gjëja s'kem ditë s'ka qenë i është e vërtet. Dhe prokuroria ka ekzistuar çdo herë. Tani duhet më u kthye sistemi i drejtësisë dhe prokurorisë. Pse nuk është ndalë më herët ky person? Sepse ky ka bërë misionin fakte të Adnan Merovci. Dhe këto që i thashun në përdhom, ky kredi ka dëshmuar. Atëherë, Berisha, në dokumentin e emëruar pra Leptirit, të gjetur në telefonin e të pandeurit Fatmir Sheholli, rezulton se bëhet fjalë për një dokument i përpiluar nga strukturat e sigurimit shtetëror të Serbisë në vitin 2001, i cili përshkruan një plan operativ për komprometimin dhe rekrutimin e Albin Kurti gjatë kohës së vuajtjes së dënimit në burgjet e Serbisë. Si po, djeq është. Sipas përmbajtjes së dokumentit, parashihej përdorimi i një burimi informativ me Novken Leptiri për sigurimin e materialeve komprometuese me qëllim të ushtrimit të presionit ndaj tij për bashkëpunimin me strukturat e sigurisë shtetërore të Serbisë. Bravo. Ka numër tëndës, ka regjistrim, ka gjithçka di këto këtu. Ka dokumenti zyrtar se kem pa na dokument. Jo gjithë mund ta kem parë. Jo gjithë mund ta kem parë. Jo gjithçka mund të pa. Por dikur ky fare Sheholli, ky e ka nxjerrë në publik, e ka publikuar dikon. Dhe na kem nxjerrë prej aty. Pastaj në kaluara ndryshme kem arrit mi marrë dhe kopje tamam, kështu. Edhe më shikun telefon dikon grande kom trytën. Se ja kom dërguar këtij. E tash, problemi është këtu. Kur kam kërku lustracioni, kam kërkuar pikërisht për këtë arsye, që të verifikohet kur do të integrohet në pushtet dhe në shtet. Kush është ai? Ligji i lustracionit nga Hazreti Adi e Adami e deri tek personi që verifikohet në këtë rast Albin Kurti, se Berisha kur do të qoftë. Nuk e kam të kërkuar asgjë. Por jam nisur pikërisht nga deklaratat e ish-kryeministit, janë fjalët e ish-kryeministit, jo të Berisha është qytetar i lirë. Pastaj, kur lirohet nga burgu, mos u fokusoni në mënyrën e këtij lirimi, se është po Milovan i mëshiruar, i liruar nga Koshtunica, nga presidenti serb. Ka pas burra dhe matrezikshëm atje, u këshin hoti, po s'ekziston hiç. Pastaj, do me thonë, fokusonë thot në motivet dhe pasojat e këtij lirimi, në këto fjalë është dashur ka prokuroria. Kur të vjen me hyrje në institucione, ka dalë cilat janë motivet dhe pasojat. 2. E keni në TV Nistenis nëse zgaboj të Baxhaku. Baton Haxhi duke thënë nga takimi i Brezovicës në vitin 97, të cilin e ka marrë Stanishiqi, shefi i udbës dhe Këshilltarë Miloševićit, ka dalë me disa personalitetet Kosovës, thot mora detyrë me infiltru Albin Kurtin në politikë dhe futën janë studentëve. Pro kjo është shqetësuese. 3. I kemi kapjen nga policia e Klinës. Unë kam shku kam marrë dosjen. Njëri polic ka vdek tash. Jo shku kam marrë këtë raportin si kisha drejt, edhe shënimet personale në atë tjetër në vogël që shihen. Ku ky kapet me 2 vëllezërit Dončić. Që janë dytë për të bia. Ska do, çka po pretendoni saktësisht për Kurtin? Po pretendoj që prokuroria, mas pari shteti është dashur me pas ligj ilustracioni, mos me leju 18% që sot janë strukturë drejtuese me Albin Kurtin nuk mund të jenë në institucionet e Kosovës, sepse ligji i ilustracionit i përjashton. Dhe çka ne kupton ilustracioni? Merrni sot, shifni po shkruan tash po shkruajnë, çto portalet po qesin gjithçka. Nga vija e Dajve, ky del familjar me i Bushllkoqin, i cili është vrarë për shpion Serbisë. A është çështë e vërteta? Na do tash ka dalë se po del se domethën si bjen me thon hall aty apo kush e ka boj Bushllkoqin. Çika e atij Hajrizit që ky pashë lexova diku në një portal kishin shkruar detaj ka dalë. Dhe kthehemi tjetra. Dua të jem pak më konkret në disa gjëra. Kjo është çështja që dhe për një hetim të personit para se më marr pozitë, un jam shumë përgjegjës djalën teme. Del se baba i tij është miku i ngushtë i Raman Morinës. Raman Morina, Zoran Sokoloviqi, kanë gratë motra, buba Morina dhe gruaja Sokoloviqit, ish ministri i Prancës së Serbisë, janë motra. Dhe Lidia çika Zoranit ka kanaj të tezja në Prishtinë. Dhe Albin Kurti ka jetuar në çat lagje dhe ka shku vazhdimisht tek shoku i babit në këtë rast, Raman Morina, dhe aty u njoh me Lidian. Të gjitha këto bashk, kur t'i bojmë, ne duhet prokuroria duhet me shtri gamën e hetimit, me nxon pretekstin pretendimit e këtij spionit, që thot Kosova vot Kandahare ku ta diune, ka i kanë ardhur, ai ka, shife, nëse ky ka marrë nga ai Dimiqa kushtan,
nësi ka marrë këto informata, a i ka qu nga KI ajo? Kjo është pyetja. A i ka qu në institucionet shtetit ajo? Një pyetje për ju. Jo, duhet bëj pyetje, Berisha. Dhe qeveria Kosovës, politikanët e Kosovës, a kanë punu kundër këtyre pretendimeve të atyne pamfleteve të këtij Berisha, përshpjegimi. pyetja tash për ju është, fotografia ka dalë pam, deklaratën e Kurtit e dëgjuam që ju ka thënë në kuvend. Ju, pas kësaj fotografie, që thoni dhe pretendoni se nuk e keni njohur Shehollin, a keni pasur ju komunikim me Fatmir Shehollin më pas? A ka pasur ndonjë takim, a keni pasur ndonjë njohje, apo gjithçka ka përfunduar në këto fotografi që thoni nuk e keni njohur këtu? Kur është larguaj prej meje dhe kur ka kallëzu, sa të ardo dalë edhe në televizionin, në atë emisionin Fakti ka kallëzu detajve në i kumpa këtu. Ma kur edhe, po të tregoj drejt, ka ndodhë në serios me kalu, me përshëtësune kam afre, pi kafën e mëngjes, ka ndodhë me kalu, e me më thonë mi mëngjes, se kështu është polajte, ka të cilin të aman tipike të bashit. Edhe një përshëndetje të ftoft, a i kam thonë, në gojë se ta tërgoj, ka thonë një miku im, një gazetar që jeton në Suedi, djallë Drenice. Sa nga bërë mirë që po të thamë ty, me të pas taku 98-ën të kisha vra. Bashkë kështu, pa pik marri, tha në gojë, po edhe shau pak. Pa në gojë, tha edhe shau pak. Mu më erdë rëndë, se unë në këkam, valla veç ju qesha së u qesha shkojmë punë vetë. Kur se kom taku, si ka ngritë do një pikpytje? Kur, s'kom, po s'ka ngritit pikpytje. Jo, kjo qasje, kjo se si është drejtuar. Jo, si ju drejtu, sa e djallë Drenicë, është gazetarin dhe direktuar, nuk e gazetar dhe si da. është fjalla pra së të glashin. Ekstremet është një ndër parte u që kese, gjitha lëvizjeve shtetërore. Dhe është gazetarë dhe në Suedi, dhe ka kulturën, po aty i shpërthej dhe ja tha copë. Pra, atër kemi fulli dhe ma në detajmë ka të regu për te. Por unë personalisht, se kom njoft, o bon, fote, mund të tash, në njërim që ma ka majtë babën të idhë, në kom përshëndjet parën. Se nuk e njoft. A din që i Radojqi që i fletë Gjakovarqe. Në theksin Gjakovar. Unë nuk e njoh. Mundet nesa me pi kafe me mua dikush me bëu fotografi. Se diu nëse kush është ai. Nuk e njohni, nuk keni pasur një takim. Por jo, nuk është këtu poenta. Arsyetimi pse me bën fotografi, me mua bën fotografi gjithkush. Ty li fare bëjnë. Më kanë thonë edhe për tjerë, njerëz drog, se gjithçka kanë bërë fotografi. Sa adhurimi është adhurim, puna e tij është punë e tij. Tjetër është, ku është këtu prokuroria, ku është këtu hetuesia? Si ka mundësi një njerëz që pas ka qenë shpion, e ka ditë kryeministri. Po gënjen ose po dënë me bola e tij te Glauku. Dhe ky ka operuar 27 vite në liri. Dhe thot kam qenë këshilltari. Ti kam qenë rekutor. Këto kam bërë këto në televizion vëlla, ka folë te Adnan Merovci, nuk ka folë me shef në për koluare. Si ka mundësi që s'ka operuar shteti? O kon ty e hetu, ty e pa ku i ka lidhje. Jam dakord po. Berisha. Por nëse i ka shërbyer shtetit, tash pyetja shtruhet. Pse u bën gjithë kjo buj pikërisht në këtë fazë? Këtu do ta kap një elementin. Po, do të kemi debat më pas. Pse pikërisht tash? Shumë shkurt, pse mendoni ju? Mendoj se tash nuk është dashur fare të flitet për ta. As del media. Por kjo është strategji. Kjo është strategjia e këtij pushteti. E këtyre pushtetarëve. Kur bën 23 shtatorja, qa kun? Banja 23. Ka dalë ministri dhe ka dhonë informacione detajuara rreth hetimit. Ka qitë fotografi, ka qitë skena, ka qitë gjithçka, që kanë kohë këtu. Sinjale për armikun, dale. Për që hetuar. Pse po bëhet kjo, Berisha, pse po bëhet, jemi më konkret. Me çka ndërlidhet? S'kam ku shkoj më konkret, unë më konkret unë sulkur. Ma thoni me çka ndërlidhet. Po ta lidhi unë, po ta lidhi. Me shërbimin e qeverisë tonë, e qeveritarëve tonë, hetimeve, dëmtimit hetimeve dhe opales serbe. Këtu po ta lidhi. Argat servis. Ka dorza, ngom këtu tash, ta dëshmoj. Delaj edhe flet. Edhe qëtë të një farë foto skena trajnimit e kuk, mërë me, një nëzjerë ministri, skena të kujën trajnue terroristat ata forcat ushtarakët e Radojqiqit. Në tash. Dhe qka ka bo me këto? I ka dëmtuar hetimet. Sepse ju ka thonë sinjal se në këto pista po fokusoj hetimin. Pra ka bashkëpunu me Serbin në kuptimin e dëmtimit të pista dhe drejtimit të hetimit për banjën. Njëjt është bo me atë kanalin, njëjt po bo tash imagino, në gropimet që u bon tashti në Zubin Potok, thot u gjet një gëzhoj që lidhet me armën që i ka vra, i kalzoj forca serbe, që armën, nalë, që ta lidhë se ta konkret, arma që i ka vra ata, është e regjistruar në Serbi, kush ka shërbyer në armat e din, kur ta merresh armën, numri yt regjistruar në regjistër. Këtë armë numër personal kaq e ka Hisen Berisha. Dhe arma kudo që gjendet. Është Hisen Berisha, dhe Hisen Berisha del se është vrasë. Këta shka bon ky festa, ty dash me kallzu heteroizëm dhe patriotizëm, prokurori special të mos bëni deklaratat të prume, ai dole tha se fisheku gëzhoja të varri, të gropa, është i
Filan e armës që është pas për gjetur dhe arma. Tash Serbia shka bërë, që është duk dosin e Hisenit atje dhe mos e Gjon Vrasin. Dy çështje të tjera, se di që keni shumë për të thënë. Këtu tani. Kuk tani? Doja zhurmë tani ka dy qëllime. Një, mi dëmtu orientimet pisat e hetimit, me ronë sinjal Serbis, qërës ai dokument o zyrtari shtetit, në arkiven e shtabit përgjithshëm të utrisë serbe, ekzistojnë plane për shfaruesit shqiptarve, të cilat nuk mund është mi pas qasje. E dyta, Berisha? Dhe dyta është tendenca për të ambulur mos konsolidimin e institucioneve dhe dështimin e shtetit për 2 vite po bën. Ku kemi? Humbje ekonomike, politike, sigurisë, në ushtrinë, polici, në integrim evropiane, në orientime strategjike, të gjitha humbjet e mundshme. Berisha, qëndrojmë këtu. Herën e kaluar kur keni qenë në studi, prandaj unë bëra atë hyrjen në fillim, nuk dua ta komentojmë deklaratën se e keni bërë këtu. Pas deklaratës që keni bërë në Kosovë Live, keni marrë një padi nga fitore Pacolli, që më pas prokuroria e ka hedhur poshtë. Një koment të shkurtër për të dhe më pas do të kalojmë tek Haga për fund. Sheve, s'kom qa komentoj. Unë kam cituar vetë vetën në këtë studio për fjallat që i kom thënë në seancën e Kuvendit të Republikës Kosovës. Kur zonja Pacolli, dalë tash, se du të përshtapi qitë një vish të të në këti, jo, ishit edhe ju, ishit edhe ju. Po, Berisha, se në lidhje, trijat, ja do të qenë korrekt mediat. Ti lëm këto pretendime, në momenti që është bërë aktuza publike, videoja Albin Kurtit ka qarkulluar gjithande që është drejtuar juve. Të shtë kom jetët e propagandës, unë si kam. Por ju si media, kur ma qitë një ato, kur ju si media ma qitë një ato, do të ma qitë mas po isha kom thonë unë. Po, e thatë, ishte edhe videoja ju, a ishte parja ju, unë jam këtu, është e rëndësishme. Dëgja, se në kuvend, kur fleti pari deputeti, reagon kryeministri, atëherë e mbyll debatin, Premtoj që nëse do të fillojnë të qarkullu videoja, do ta transmetojmë në emision. Jo, ma është në qarkullim, po s'pe mojnë se këta propaganda kjo i nezd me Dzinao të Albinit që e shpëndoj. Tani, Berisha, nëse kjo do të ishte qëllimi, do të ishte fare këto. Hysen Berisha e ka dëshmue identitetin e vetë, pasërtin e vetë figurës, sakrificën e vetë për këtë dëmë, pas lufte, para lufte, në lufte dhe tani. Nuk ka nevoj për pas të medial. Kur atë deklaratën e keni bërë në kuvend, a keni pas një reagim nga fitore Pacolli atëherë? Zonja Pacolli thot në kuvend, në taborën e PDK-s, isha veç unë. Ishin shpallë zgjedhjet, po mduket ka qenë shtatori i 24-s, ishin shpallë zgjedhjet dhe krejt deputet kishin dalë fushat. Kisha mbet veç unë në sallë, po mduket. Veç unë kam qenë, po, e vërtet, po se di kanë konsakt, të gjithë. Dhe thot, të gjithë ndër të tjera, të gjithë komandantët thot janë të lidhur me Vučićin, tash unë isha në sallë. E prejka, to ma dha Glauku fjallën. Dhe kom drejtue prafërsisht me këto fjallë. Shkurt. Ti hajnesh, që du të në dhonë logari pra vjedhen 100.000 vlavte, 100.000 kujnë edhe akunatit dhe bëgjenokët. Si kur të kishtë e ligjë ilustracioni, sot ishtë dashë më morë për kërja me ty, por s'ka, ligjë për mbrojtjet vlerat luftes, po je ka shpërgjenat zbraz tjerë. Për ndryshe, ju duhet, në të gjuhë mirë këtë shpreje, ta shëroni opinionin publik, nga ta shëthemi publik që qarkullon koluarave të Prishtinës, kudo, se e ka shtyr Arblojnë nga balkoni. Se pas ka qenë sinjalizus, i është drejturit për prona, shaka Liburna Liu, dhe kjo një falidhje me te. Pra i kom thonë, duhet ta shëron një opinioni, se ishë deputete dhe ministre, dhe duhet mi shëro opinionin një minister, një kryeministër, kur qarkullojnë të thashethem me tila. Dhe ajo, pastaj e ka shfrytzu këtë deklaratën tu, dhe ka bëj padi, të cilën prokuroria nuk e ka pasi pretendim penalizimi, por thjesht debat parlamentar që unë mendoj se aty në thonë gjona dhe matrona, se sa kjo, se shumë vepër generalizu se është kur thua, të gjithë komandantët janë lidhur me Vučićin. E pasim konë dhe lidhur me Vučićin, asa të rasët. Berisha, besoj që disa fjalë keni për t'i thënë edhe për atë që jemi në pritje të një vendimi të rëndësishëm në Hagë me 16 shtator, tashmë numërimin prapsht ka filluar për këtë vendim. Një koment, pritje tuaja dhe atë se si po shoqërohet kjo periudhë kohore. Tani ne kemi bisedu në të studio për çështjen e fakteve që kanë nënshkruar dhe prokuroria dhe mbrojtja. Mendoj se pesha e dëshmive të mbrojtjes në aspektin e fuqisë juridike i ka rrëzuar të gjitha dëshmitë e prokurorisë. Heq ato që si kemi ndëgjuar, pra që kanë qenë të fshehura si jepen atje me kod. Por unë mendoj se pesha e dëshmive të mbrojtjes e devalvon, i rrëzon peshën juridike të prokurorisë. Bazuar në faktin se këta kanë qenë kem koordinuar tërësisht me NATO-n, kem koordinuar dhe politikat e luftës dhe sigurisë me NATO-n. Këta du të marrin vendim lirus. Pretendimet, tani se unë përshof
qëndrimet shumë të jo vjen, jo bonët, jo hynë politike, unë mendoj jë naive me pretendu tani se sa të vjen me njëherë du të marrë kryetar partia, du të me hinë ngarë politika, mu këthy tjetë që të president, këto e naivitet, Kosova është shtet, ka kushtetut, ka institucione, ka ligje, ka procedura, si vjen dikush drejt e pushteti. Unë mendoj se fitoria atyre, manen men, se pi këto zhurmus të kësaj qendrës informimit kurtit e TV-s, po interpretojnë forma ndryshme. Fitoria atyre, është fitore e parimeve drejtësisë mas pari, se vendoset drejtësi, 2, është fitore për ato personalisht, sepse është njëri që në mbrapa i vjen komplet historia formimit shtetit Kosovës, drejtë e pavarësia dhe institucionet, dhe është fitore për vetë shtetin e Kosovës, sepse nëse këta marrin sankcion denus, si ndërmarrje për bashkët kriminale, derivati kësaj ndërmarrje është lufta, liria dhe pavarësia e Kosovës. Por mos harrojmë se gjitha këto në rritë në koordinim me aleatin tonë kryesor SHBA dhe NATO-n. Prandaj, gama e përfshirjes në këtë pretendim është e gjerë. Kështu që unë mendoj se do të marrin dhe besoj vendim lirues me datën 16, nëse merret vendimi me 16, nëse shtyhet prapë. Dhe ju mund të thoni se mund të shtyhet prapë. Që do të jetë përfundimtar. Besoj që po, sepse vendimin e korrekt do të ishte përfundimtar. Unë bisedova me ekspert ndryshëm, tha ka pas nështë edhe një lloj verifikimi të disa gjërave për me marrë vendim qëndrueshëm. Por takimi i tij me Macron dhe biseda për shkak të përgjigjes Macronit që ka dalë se ky ka bërë deklaratë te Macroni e që i ka shkruar kryeministit të Shqipërisë, jo neve. Se po u liruan ata, do të bën pengesë për implementimin e projektit të paqes për Kosovën, Bashkimit Evropian për mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, ka sugjeruar se ata duhet mbahen. Unë e shoh rrezikun këtu. Për shkak të influencimit të tij dhe të përzgjedhurit nga shtetet evropiane siç janë Macron veçanti dhe ish Merkel në Gjermani, që janë me influencim rus. Po shpresën e madhe e keni një lloj frike apo jo, Berisha? E kam çit frikë, veç këto që po theksej, sepse Rusia ka bërë luftë të madhe me i degradu, është angazhuar dhe vetë në time, me prokurorët vetë, me prokurorët serbisë, me shërbim sekret serb, besa me argat nga Kosova, i keni po deklaratën e ministres e tjera, që të dëmtohen sa më shumë struktura UÇK-s dhe të fuqizohet struktura pro-jugoslave, që mentorë politike kanë veton surrojnë, ishte me lusin e lëvizjes për Jugoslavin, e Jugoslavenve të bashkuar, edhe e Julit Jugoslavenska Levica e mojta Jugoslave, kryetarës cilës ka qenë Mira Marković Milošević. Dhe sot është kryekëshilltar i Albin Kurtit dhe projektues i Republikës së Tretë, ofertë e Miloševićit, më shumë se autonomi, më pak se pavarësi, dhe i reformatimit dialogut, marrëveshjeve të arritura dhe një status i ndryshe, një alternativë ndryshe për asociacionin që e kemë Berisha, nuk dua ta bëj këtë pyetje, por për narrativën që ngritet dhe shqetësimin të cilin e keni. Çka nëse dënohen? Unë nuk pres dënohet, nuk pres të kthehet si ish president, por si një lider, pra pa cili vjen komplet historia e shtetit Kosovës, dhe unë e pres që ajtë vije si një figurë mbi palët. Nuk e shoh ma as kryetar një parti në opozitë, nuk e shoh as një njëri që garan me një në shtatorë, nuk e shoh presidente, çka dush në Kosovë, por procedura kushtetuese, por ajo që kisha prit sot për Hashim Thaçin, të vi si lider mbi palët. Edhe deklarata e tij pe Hagesh ishte nivelit strategjik për orientimet dhe objektivat strategjike të Kosovës. Pra, kërkoj një tërheqje gjitha partive, një dakordim gjitha partive për çështjet strategjike, politika jashtme, e brendshme, raporti me NATO-n, me BE-n, raporti me SHBA-n dhe orientimet integruese. Pra, folin në nivelin strategjik, sepse i takon, është burrshtjetasi që historia do ta mbajnë mend si njeriu më të madh, me cilin siç e thot dëmshmoj edhe vet, është koordinuar dhe e kam shtetë edhe presidenti Rugova dhe jemi sot ku jemi me rezultatet nga Rambujia. Pra, unë mendoj se ai do të vijë i lirë dhe as më tepër më i fuqizuar me një vendim ndërkombëtar për gjitha pretendimet e Dikmartit, e shërbimit sekret serb, prokurisë serbe, ruse, e gjitha atyre që janë armiqtë të shtetësisë Kosovës. Po, janë 4, kështu që se po e specifikon e vetëm faqen. Kur flas për 4. Flisni për të gjithë. E kuptuam. Për të thonë emra mas emrit. Berisha. Së njëjtë kam pretendim Bile Kadrivaseli mendoj se ka qëndruar kot në Hag. Asnjë vepër deri më sot nuk i është adresuar personalisht. Berisha, falenderit shumë, ne po ju lirojmë sepse kemi shumë të tjerë që po na presin në lidhje. Falenderit shumë. Faleminderit ju. Dhe po